بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të ndëruar xhamalli, kjo është gjumaja e fundit e këtij muaji të Ramazanit, muaji të bekat të Zotit Xhelle Xhelalu. Lusim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu agjërimet tona t'i ban qabul, taravitet tona t'i ban qabul, veprat e mira tona Allahu t'i regjistron në regjistrin e veprave të mira, e çdo mangësi dhe çdo tëmet dhe çdo gjunah dhe çdo gabim që e kemi bë, Allahu na trajton me rahmetin e vet, me faljen e vet, me mbulimin e vet, me tolerancën e vet. Të nderuar xhamatli, çdo fund ka porositë veta, sikur që kishte porosit edhe mësimet fillimi i vet. Andaj çfarë mësojmë në fund? Çfarë po na porosit Allahu Xhelle Xhelaluhu me fundin e Ramazanit? Përmendëm disa prej mësimeve e do t'i përmendim vetëm dy shtylla që na i lën neve agjërimi dhe Ramazani si porosi që s'duhet t'i harrojmë. E para prej tyre të nderuar xhamatli, Allahu agjërimin në Kur'an në ajete të tjera e ka quajtur sabër. Thot Allahu Xhela në Kur'an: "Wasta'inu bis-sabri was-salati." Ndihmohuni për krahën e vetveten, shtyjnë e vetveten drejt të mirave me sabër dhe namaz. Kanë thënë komentatorët prej mufesirave, këtu fjala sabër është agjërim. Pra ndihmohuni me agjërim dhe namaz për të mritë Zoti Xhelle Xhelaluhu me selamet. Andaj, ajo cilësi e cila grumbull cilësive të mira që do t'i sjell tek ti cila sabri. Nëse ke mujt me arrit nga agjërimi sabrin, me kalit vetveten me durim, që ti në fund të dalsh një njeri i cili e ka emrin sabërli, sabir apo durimtar, ti ka realizuar qëllimin e Ramazanit. Pra qëllimi i Ramazanit të nderuar xhamatli është që çdo agjërush me nxjerr sabërli. A jemi ne sabërli? A ne jemi durimtar? Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, nëse njeriu t'i jepet durimi, tjera cilësi të mira i vijnë vet. Sepse të gjitha cilësitë e mira për bosh dhe sistem kanë durimin. Për bosh kanë durimin. Andaj Allahu Xhelle Xhelaluhu mbi 93 herë dhe më tepër e ka përmendur sabrin në Kur'an. Madje Allahu subhanahu wa taala kur i ka lavdrua dhe kur i ka urdhëruar pejgamberët që të qëndrojnë, çka i ka thënë? Wasbir li hukmi rabbika. Bandurim, bahu sabërli deri të vjen gjykimi jon. Pa këtë arsye të nderuar xhamatli, ne si agjërues që kaluam këtë Ramazan dhe po e përcjellim gradualisht, duhet që të dalim durimtar, ta kalitim durimin tani, sabër. Në jetë çdo herë që ki probleme thuj sabër. Sikur kur isha agjërueshëm, vjen iftari, prit, vjen prej ka duhet, jo me hangër haram, jo me hangër të ndaluarën, jo me hangër që stakon, se të vjen iftari, prit, kametar prej halalit, bëhu durimtar, bëhu sabërli. Andaj nëse ne nuk e përfitojmë cilësinë e durimit, pra ende jemi të padurueshëm, ende jemi pa sabër, ende jemi pa durim, atëherë a kemi agjëruar për një me? A kemi linu për një me ajo? S'ka mundësi të ndëruar xhamatli një njeri me ushtru 30 ditë një punë, edhe ditën e parë ku t'i thujt, hajtë ta provojnë atë dy vetë me ramin e herë. 30 ditë ka ushtru Allahu Xhela, 30 ditë ka stërvit, 30 ditë ka bo kurs, vetë me thonë, hajtë provoj e tash, hajde vetë. Njeri 30 ditë kurs, pa që të rëme ditë diçka pjasajna. Allahu Xhela dhët nga Ramazani, tash po duvesh sabër, dil kur dish një jetë, kur të balavacohesh me jetën, sabër, sikur që atë ushtrubna,
A të ushtru me agjërim. Allah të ka të ushtron. Të ushtron në përmjet mëzdhanjes uj, mës bije që ju ushtrojnë njerëzit çdo sport vetin, çdo trajtim të vetin. Me sabër, durim. Durimi është ajo me të cilën i ka sprovue Taluti ushtarët e vetë, kur ja ka dërgu Allahu Gjellë Gjellalu. Falemma fasale Talutu bil gjunudi, kale inna Allahe mubtelikum binahar, femen sheribe minhu velejse minni. Kur ka kalu Taluti pran një lumi, i ka thanë, Allahu kam ju sprovu juve me këtë uj. Kush pi sa pi muhe, zven me muhe. Qka është kë kush pi? A gjërim, sabër, ka dalë, më spi. Illa men i këtëra fe ghurfe të mbjedi, pa dhe që ati i cili fladitet pak. Për këtë asyje, durimi dhe sabri janë mësimi bazë, ajo shtylla, strumbullari ku ti lidh këtë cilësit tjera tuat. Nuk funksionon pas strumbullarin e durimit kur gjo. O shkretë që kur me tashim rrimën prej bazë atje. Ti sa dush të shtype, shkallët ajo. Ku të nale prej bazë atje, ti sa dush shtype, shkallët drita, shkallët kur gjo. Për me i dhanë efekt të gjitha dritave duhet njerë me pas rrimë atje. Energjia kejt e ju të është mbledhur në sabër. Po pa të sabër kejt i ka përcen. Po nuk pa të sabër, kur gjosën ka përcen. Që ty mini herbje. Mini herbje. Mosdurimi qka? Mosdurimi o veprim i efektshëm, i shpejtshëm, ati ku s'du të me vepruhe. Që kjo më sabër. A sabëri qka është? është matja edhe frenimi i vetës aty ku nxitësh dhe ngacmohesh me vepru, por s'du të me vepruhe, edhe ti s'vepron. Pastaj e sheh urtësinë asaj pas ma andela. Për këtë arsye mësimi i madh që Allah po na porosit është istainu bis sabr. Ndihmoni me sabër, me agjërim. Dhe mësimi i dytë ndëruar xhamatli është Allahu nëpërmjet Ramazanit po na kallzon diçka. Qysh është Ramazan agjërimi juridikisht? Lënje e bukës, ujit dhe marrëdhënieve intime. Kjo është mos pi prek qëto, pin si firden iftar kja gjërua. Për të na tregu Zoti Gjelle Gjelalu se betejat e tua, luftat e tua, ti i ki të mishi jot, të uji jot i ki, që ti i ki, ndamart e tua janë. Ti me vetën ki problem. Luftën ti mos e lip ti tërkun, ti luftën e ki të uji jot. Allahu po na kallzon, unë po du me sprovu tash me ujin tan, a mundesh me vao sabër pa ujë? Atë ujë me të cilën ti të rrit trupin tanë, atë ujë me të cilën ti të formu mishin tanë, atë ujë me të cilën ti i të zhvillue qenjën tane, që atë bukë shka ti e ha, me të cilën ti rritësh, që aty a beteja, që aty e ki betejen. Mos e lip ti që tërkun, që tu i kije, që tu, të sit e tu e ki betejen, të veshi jo të ki betejen, të dora jo të ki betejen, që ke dorë, qka e ke rriti, me qka e rrite? Me ujë, apo? Pi ujë, rritu. Ha buk, rritu. Apo, që shërë dhe ndunjo, në përmet mardhanje intime. Apo, qifzimi burit dhe grues dhe lin e vladi. Mirë, kitë që të Allah, pse i nalin Ramazan? Pse na i nalin neve, ta shagjerushëm që jena? Pse në ndalë? Për të regu, o insan, betejën e ki me ujin tanë, betejën e ki me epshin tanë, betejën e ki me sinin tanë, betejën e ki me veshin tanë, me kamën tanë, me dorën tanë, me barkin tanë. Ti luftojnë jarë barkin tanë, mësa ne luftoja barkin që tërgujna. Na jena të morë me barqet e huja, ama barkin tonë a e ke kry punën me barkin tana? Ti ke në regullia, ti e ke pasru, e ke fitu Firdausin, ta shka me dhe që tërkush, apo? Keni pa disa njerëzit në rrinë e veroje. Ti, ta takshirme, a hinë gjenem pasha që fella, pak më nalë. Kush e më në ti me në kalzune eva, hinë gjenem una jo. Apo i daj njerëzit, kja muna fike, kush jetë ti? Ti mësi e pejgamberi Allah i tokë, kjarë me në kalzune eve kusha, betejnë e ki me ujnë tanë, ti ujnë me tanal mes Ramazanit, tranohë shkejt. Ka njerëz alë nalë dhe një epshmat vogël, di dinar me anal, shfrenohet komplet. Për këtë asyje të ndëruar që mërli, mos t'i lipim betejat ati kus janë tonat. Nuk o beteja joti o borri huj, nuk o shpia huj o beteja jotja. Beteja jote uji jot, beteja jote barki jot. Hajde muje barkin, hajde muje bukën tane, hajde fitoj e pi halalit, hajde mos ta fitoj shpi haramit, hajde takshirmi, hajde pravoje sa është ranë. Këtë gjurulldiku, gjithë shka është bo normale me fitu pi haramit, hajde fitoj pi halalit. Hajde në mush mës me sha kërkan dhe mës me ofendu kërkan dhe mës me hinë hak kërkujna. Për qatë buke dhe për qatë uj. Për çka i ban njerëzit këtë zullumët? Për qatë buke dhe për qatë uj. Të fitoje dhe shka. Për këtë asyje të ndëruar që mërli, beteja besimtarit në Ramazan e pas Ramazanit, o të buka e vetë, të uj i vetë, si e fiton, si e argjon, si e shpenzon, si e konsumon. Krejti ka këtu betejat te qfar? Tek buka e vetë, te uj i vetë. Po e fitove betejen me vetë vetën tane. Beteja tjera janë shumë të leta.
Betje, sepse nuk ka diçka më nxitse se sa vetvetja. Qad aflaha man zakkaha. Allahu thot në Kur'an, ka shpëtu ai i cili e mun veten, e pështon, pastron vetveten. E nuk ka mundësi ti me hunxh nefsin për ta pastru, sa i s'dëngon. E kur ta ulësh nefsin, sikur që e ul kafshën për ta therr, apo ajo s'dëngon ti nëse nuk ka zon forcë mbi ta. Nefsi është i fortë, nefsi ka epshë, nefsi ka teka, ka dëshira. Kur ti e nalu, s'ka me hangër buk. Çka i ti dash mi thon nefsit? Kur ti s'po pi ujë, o nefs, çka thoj Allahi, ti s'ki këtu drejt. As në ujin tanë që e ki paqarës ki drejt, hiq. Apo, për këtë asyje, nëse nuk e fitojmë betejën me bark, nëse nuk e fitojmë betejën ton me ujë dhe me buk dhe në marrëdhëniet intime, na ketë muhabet e kena ketë pjesën tjetër. Dhe ketë e kena veç me ka përci vaktin. E lusim Allahu në këtë ditë gjumaje, në këtë ditë Ramazani, Allahu agjërimet tona t'i bën kabul. Allahu na mundson që të cilësohemi dhe të veçohemi me cilësinë e sabrit, me cilësinë e durimit. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu te bareke ve teala na pranon në rizallokun e tina. Allahu t'jetë i kënaqur me veprat tona. Allahu mos i dhrohet me veprat tona. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu t'i liron qafat tona pi xhenemit. Allahu t'i liron ftyrat e tona pi xhenemit. Allahu asnjëherë mos t'i djeg ftyrat tona me xhenem. E lutim Zotin e Madh Subhanahu ve teala që Allahu Xhelle Xhelaluhu sikur që na e ka mundsuar me kaluar këtë Ramazan, Allahu na mundsof mi të kaluar këtë betejë të jetës duke e ngu Allahun dhe duke mos e idhnu ata. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti jon Xhelle Xhelaluhu na mundson që edhe pas Ramazanit të jemi besimtar, edhe pas Ramazanit të jemi musliman, edhe pas Ramazanit të vazhdojmë me urdhat dhe ndalesat e Zotit Xhelle Xhelaluhu që t'i zbatojna ato që don Allahu te bareke ve teala. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelaluhu në këtë ditë të madhe, ditë xumaje, ditë Ramazani, që Allahu musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqarat e muslimanëve, nevojtarët e muslimanëve, jetimat e muslimanëve, ata të cilët kanë nevojë për rahmetin e Allahut, Allahu ta zbet rahmetin mbi ta. E ata të cilët kanë nevojë që Allahu Xhelle t'i strehon, Allahu t'i strehon ya rabbel alamin. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu ta mundson muslimanëve kudo që janë lindje dhe perëndim që ta gëzojnë bajramin e familjet e veta. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu te bareke ve teala çdo vepër të mirë tonë Allahu ta shumëfishon, e çdo mangësi tonë dhe gjuna tonë Allahu ta shlyen dhe të na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتراويحنا وجميع طاعاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وغضبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر المنافقين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يدبر ضد المسلمين يا رب العالمين. اللهم شل أيدي من يدبر ضد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وشهرنا يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن في صحة وإيمان وسلام وأمن يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.